Hamasi ka rënë dakord të lirojë të gjithë pengjet e mbetura izraelite, por kërkon negociata të mëtejshme mbi një numër çështjesh të përcaktuara në planin e paqes të SBA-s për Gazën pas deklaratës së Hamasit. Benjamin Netanyahu u shpreh se Izraeli po përgatitet të zbatojë menjëherë fazën e parë të planit të Donald Trump. Gjithashtu u zotua të punojë në bashkëpunim të plotë me presidentin dhe ekipin e tij për të dhënë fund luftës. Njoftimet erdhën disa orë pasi presidenti amerikan Trump i dha Hamasit një afat deri të dielën për të pranuar planin e paqes ose do të përballej me të gjithë. Në një postim në rrjetet sociale, Trump thot se beson që Hamasi është gati për një paqe të qëndrueshme. Presidenti amerikan i bëri thirrje Izraelit të ndalojë menjëherë bombardimet, me qeverinë izraelite që tha se ishte gati për një zbatim të menjëhershëm të fazës së parë të planit, me lirimin e menjëhershëm të gjithë pengjeve, pikat për të cilat Hamasi bie dakord. Hamasi pranoi të lirojë të gjithë pengjet e mbetura izraelite, vetëm disa orë pasi presidenti i SBA-s Donald Trump u dha një afat deri të dielën për të pranuar planin e tij për paqe në Gazë. Gjithashtu tha se rinovon marrëveshjen e saj për t'ia dorëzuar administratën e rripit të Gazës, një organ palestinez të pavarurish, teknokratësh, bazuar në konsensusin kombëtar palestinez dhe mbështetjen arabe dhe islamike. Por Hamasi dëshiron negociata të mëtejshme mbi këto pika. Grupi nuk përmendi çarmatimin në deklaratën e tyre. Gjithashtu nuk pranoi të mos luante më rol në qeverisjen e Gazës. Edhe kryeministri britanik Keir Starmer ka mirëpritur vendimin e Hamasit për t'i dhënë fund luftës në Gaza. Në një deklaratë zyrtare ai thotë se Britania e Madhe mbështet përpjekjet e presidentit të SBA Donald Trump, i cili po afron gjithmonë më shumë drejt paqes. Pranimi nga Hamasi i planit amerikan të paqes është një hap i rëndësishëm përpara. Ne mbështesim fuqimisht përpjekjet e presidentit Trump, të cilat na kanë afruar më shumë se kurrë drejt paqes. Tani ekziston një mundësi për të dhënë fund luftimeve, për kthimin e pengjeve në shtëpi dhe për të çuar ndihmat humanitare aty ku ka më shumë nevojë. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që të zbatojnë marrëveshjen pa vonesë. Mbretëria e Bashkuar së bashku me partnerët tanë është gati të mbështesë negociata të mëtejshme dhe të punojë drejt një paqeje të qëndrueshme, si për izraelitët ashtu edhe për palestinezët, shkruan ai.